Në një nga momentet më domethënëse dhe më reflektuese brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, u krijua një skenjë që nuk kishte nevojë për zhurmë, debate apo tension për të qenë e fortë. Ishte një bisedë e qetë, por me peshë. Limi dhe Albën ishin ulur bashkë, larg kaosit të zakonshëm të lojës, dhe pikërisht aty Limi vendosi të shtrojë një pyetje që shumë kush jashtë shtëpisë ndoshta e ka menduar: çfarë mendimi ke për Klodin si lojtar? Kjo pyetje nuk ishte thjesht strategjike. Nuk ishte as tentativë për të nxjerrë informacion për nominime apo aleanca. Ishte një pyetje që kërkonte vlerësim njerëzor, artistik dhe profesional, Alba, me qetësinë dhe maturinë që e karakterizon. Nuk nxitoi. Ajo foli me bindje dhe respekt, duke e përshkruar Klodin si një artist të vërtet, aktor shumë të zotë, një njeri që nuk luan vetëm për kamerat, por që ka thellësi dhe vetdije për veten dhe profesionin e tij. Ajo theksoi se Klodi nuk është thjesht një banor që kërkon vëmendje, por dikush që e kupton skenën, qoftë ajo skenë teatri, ekrani apo vetë shtëpia e Big Brotherit. Në fjalët e Albës u ndje qartë një parashikim. Besoj që Klodi do t'i kap majat kur të dal nga këtu. Kjo fjali rezonoi fort, sepse nuk ishte thënë si kompliment i zbrazët, por si një bindje e ndërtuar mbi vëzhgim. Klodi si lojtar, i heshtur, por i fortë. Në një format ku shpesh fitojnë ata që bërtasin më shumë, Klodi ka zgjedhur një tjetër rrugë. Ai nuk imponon veten, nuk kërkon protagonizëm artificial, por ndërton figurën e tij gradualisht. Pikërisht kjo e bën të rrezikshëm si lojtar. Ai nuk lexohet lehtë si aktor, Klodi e di kur të flasë dhe kur të heshtë. E di si ta kontrollojë emocionin, si ta përdor mimikën, gjuhën e trupit dhe fjalën në mënyrë precize. Kjo i jep atij një avantazh të madh në një lojë sociale si Big Brother, ku çdo detaj vëzhgohet dhe çdo reagim interpretohet. Vlerësimi nga brenda ka peshë më të madhe. Ajo që e bën këtë moment mes Limit dhe Albës kaq të rëndësishëm është fakti se vlerësimi vjen nga brenda shtëpisë. Nga njerëz që jetojnë 24/7 me Klodin. Ky nuk është opinion i ndërtuar nga montazhi apo perceptimi i publikut, por nga bashkëjetesa reale. Limi, me pyetjen e tij, tregoi se edhe ai e sheh Klodin si figurë që ia vlen të analizohet. Ndërsa Alba, me përgjigjen e saj, i dha zë një mendimi që ndoshta shumë banorë e kanë, por pak e shprehin hapur. Klodi nuk është vetëm pjesë e lojës, ai është investim për të ardhmen. Pas Big Brotherit, një horizont i hapur. Në historinë e Big Brother, jo të gjithë fituesit janë ata që kanë pasur karrierën më të madhe pas daljes. Shpesh janë pikërisht personazhet si Klodi, të qëndrueshëm, autentik dhe artistik, që arrin të ndërtojnë rrugë afatgjata. Aktorët që dinë të ruajnë dinjitetin në një format kaq ekspozues, dalin më të fortë. Dhe Klodi po e bën këtë. Ai po ndërton një imazh që nuk konsumohet shpejt, por që rritet me kohën. Një moment i vogël, një mesazh i madh. Biseda mes Limit dhe Albës ishte e thjeshtë në formë, por e madhe në përmbajtje. Ajo na kujtoi se Big Brother nuk është vetëm lojë, por edhe pasqyrë karakteresh, talentesh dhe potencialesh. Dhe Klodi, sipas këtij vlerësimi të sinqert, është një nga ata që kur të dalë nga shtëpia, nuk do të shuhet, por do të ngjitet. Nëse kjo është vetëm fillimi, atëherë majat janë vërtet afër.